Zoti Dëshniku, çfarë faj ka Evropa dhe Bashkimi Evropian kur vetë shqiptarët janë në këtë lloj niveli, as nuk protestojnë, as nuk kërkojnë një qeveri më të mirë, as nuk kërkojnë një qeverisje më të mirë, dhe ku vetë partitë politike apo aktorët politikë që drejtojnë vendin e grabisin apo e vjedhin çdo ditë. Tani, ku hyn Bashkimi Evropian në këtë rast ku vetë shqiptarët nuk denjojnë që ta bëjnë Shqipërinë një vend më të mirë? E thash, Bashkimi Evropian duhet ta merrte klasën politike shqiptare dhe popullin shqiptar si ajo edukatorja e çerdhes, ti merrte për dorë fëmijët e ti çonte, ti ulte në tavolinë apo ti fulte në krevat për të fjetur. Përderisa thonë që ka qenë diktatura më e egër komuniste në botë, pra klasa politike shqiptare ishte pa përvojë. Ishte pa përvojë, e pa përgatitur, nuk dinte çfarë duhet bërë. Pa llogaritur pastaj që ata që morën pushtetin mund të kenë zbatuar edhe udhëzimet e padronëve të tyre, pjesë të qarqeve të anti-shqiptare, brenda dhe jashtë vendit. Kjo është tjetër gjë. Kjo do faktuar. Por ama Bashkimi Evropian e filloi të keqen që në kushtetutën e Shqipërisë. Në kushtetutë nuk është parashikuar ndarja e pushteteve. Pra është pranuar diktatura. Ktu fillon e keqja. E dyta, kjo kushtetutë është hartuar në mënyrë të tillë që ndonse u miratohet me referendum popullor, kjo prap lejon që me shumicë votash të ndryshohet kjo kushtetutë, ashtu si është ndryshuar. Atëre, a nuk ka faj këtu Evropa që ka heshtur? Pra në këtë drejtim, unë i vë faj. Dhe tjetër, mirë, Evropa nuk do i marri për dore shqiptar. Po mirë, po për të mbështetur, pse i ka mbështetur gjatë gjithë kësaj kohe, që nga Sali Berisha dhe Edi Rama, për çdo të keqe që i kanë bërë Shqipërisë? Po ndoshta nga që këta janë të vetmit që shqiptarët zgjedhin, vetëm mes këtyre dyve. Jo, unë po flas çfarë ka bërë Evropa, se çfarë bëjnë shqiptarët, se një popull ta lështi komplet pa punë, totalisht pa punë, sepse këtu ka qenë pronë shtetërore, edhe kooperativat, edhe shteti, të tërë shtetërore, ndryshe nga Evropa lindore, pra u hodhën të në rrugë, pra nuk duhet ta lejonte, sepse pikërisht pra, po ndaj po them, nuk është përcaktuar strategji kombëtare për kalimin nga komunizmi në kapitalizëm. Nuk u hartua. Këtë nuk e dinte Evropa, që këta nuk dinin ta bënin të punë, se s'kishin përvojë. Plus që ndryshimet e neve ndodhen një vit mbasi ndryshimeve në Evropë lindore. Të paktën përvojën e Evropës lindore ta kishin dhënë. Megjithëse ajo ka shumë pak lidhje me realitetin në Shqipëri. Megjithatë, mbaroi shkatërrimi i gjithë pasurive kombëtare. E zëm se ja për momentin nuk e ka dot. Po mirë, kur njerëzit dolën pa punë, kjo Evropë nuk e kuptoi që detyra parë e pushtetit e qeverisë së klasës politike ishte punësimi i njerëzve. Pra, nëse doni të mos shpopullohesh vendi, atëherë duhen punësuar njerëzit. Po mirë, ku do punësohesh njerëzit kur Evropa dhe sot e kësaj dite pranon që filozofinë anti-shqiptare, kriminale të Edi Ramës, që Shqipërinë, vendin, do të zhvillojë turizmi jonë trembojor, fshataresk, i pa zhvilluar. Si do të zhvillojë turizmin? Kur në turizëm janë kamarierë dhe buzhinierë? Në një farë mënyrë. Si ka mundësi që kjo Evropë, si ka mundësi që kjo Evropë të injorojë pasuritë tona kombëtare edhe të vlerësojë kaq shumë turizmin? Ku e qoj turizmi vendin? Ja e shohim tash. Ka 12 vjet në pushtet Edi Rama kryeministër. Çfarë ka bërë turizmi në Shqipëri? Turizmi s'ka ndihmuar as vetën e vet. U kuptoi si vjet që ka rënë niveli i turistëve. Se këtu të ne nuk ka çat turizëm. Turizmi s'ka rregulluar veten. Turizmi ka shkatëruar blegtorinë dhe bujqësinë. Ka shkatëruar arsimin. Çat turizmi? Turizmi s'ka bërë asgjë. Zoti Dëshniku, në një farë mënyre edhe kryeministri Edi Rama e pranoi vetë dështimin e turizmit si vjet. Por të mbetemi te raporti mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë,
Ju si mendoni, çfarë duhet bëj Shqipëria dhe konkretisht qeveria shqiptare nga njëra anë dhe çfarë duhet bëj Brukseli nga ana tjetër, sepse Bashkimi Evropian nuk ka në qendër të politikave të tij vetëm Shqipërinë. Pra, ka një sër çështje, duke nisur që është me luftën në Ukrainë. Unë e kuptoj që Shqipëria është vrima e fundit e kavallit. Jo në Evropë, po dhe në Ballkan. Por unë nuk e kam fjalën që Bashkimi Evropian të na bëj neve punët. Po Bashkimi Evropian ka fajin, pse e josh? Pse e mbyll syt përpara të gjitha të këqijeve që ka pllakosur popullin shqiptar? Pse Bashkimi Evropian i thot që Edi Rama ka punuar shkëlqyshëm, i tha komisioneri asgjerimit, Marta Kros. Ne do bëjmë takimin, tha, në Bruxelles, pasaj në Tiranë, tha, do bëjmë një ndeshje futbolli, tha, me pjesëmarrje nga një. Qa janë këto karajozliqe? Pse deri këtu pas ka rritur puna? Të bëjmë në koncerte, të bëjmë ndeshje futbolli. Pra kjo nuk është thjesht që se këta si kuptojnë gjërat. Unë shoh që këtu ka një skenar. Ka një skenar anti-shqiptar. Sepse nuk mund ta pranoj që Bashkimi Evropian është i pastë, politikisht, ekonomikisht, juridikisht, etj. Për të kuptuar se çfarë po bëhet në Shqipëri. Po mi këta, nuk e shikojnë këta Edi Ramën. Këta thonë vetë që Edi Rama punon shkëlqyshëm. Po mirë, pse se pranojnë këta, ose si se ka kuptuar që ky është diktator? Ashtu që dhe Sali Berisha. Si ta kuptojnë? Po fare let fare, e kuptojnë dhe fëmijët. Sa herë, kur ka qenë Sali Berisha pushtet, se ka përfillu, se ka dëgjuar asnjëherë opozitën. Sa është ky tash në pushtet, se ka përfillu, se ka dëgjuar asnjëherë opozitën. Atëre ku është pluralizmi politik në Shqipëri? S'ka pluralizëm. Kur ti s'njeh opozitën, se përfill, e edhe rrugë. Atëre tallesh me këtë opozitë. Çfarë dyshimi ke ti nga Enver Hoxha? Pra ti je diktator. Një e dyta. Kur themur që nuk ka pluralizëm, duke përmendur këtë. Po si ka pluralizëm? Po këtu s'ka. Jo edhe pluralizëm politik nuk ka. Si mas kësaj që i thash. Po këtu s'ka pluralizëm mendimi këtu që fillon e para. Ky nuk ka pranuar kur, ashtu si dhe Saliu, po ky është më keq akoma. Nuk ka pranuar kur një mendim ndryshe. Nuk ka pranuar kur një ankesë. Nuk ka pranuar një këshill. Le ma akuz jo. Ju e dëgjoni se si flet ky në për studiot televizive. Ky e dëgjuat juve se çfarë fjalori rrugaçi përdori ky kur mbrodhi punëtorët dhe punonjësit e bashkisë në Sheshi Derbej. Një fjalor që ma merr mendja as Hitleri dhe as Mussolini nuk do ta ketë përdorur ndaj popullit vet. Atëre, nuk e dëgjoj këtë se si sillet ky? Masaj tjetra. Pse heq Bashkimi Evropian? Kur e di që ky mbasi shpalli bashkëqeverisje me qytetarë, që ka qenë një mashtrim i madh. Ky mbylli dyert e zyrave të administratës qendrore edhe shtatërore. Dhe njerëzit nuk kanë ku ankohen, nuk kanë ku kushëllojnë, nuk kanë ku denoncojnë të paaftët, zyrtarët e paaftët dhe të korruptuar. Atëre, ku është demokracia këtu? Kur ti më ke mbyll gojën mua? Ose tjetra, si mund të mburrësh ti Edi Ramën? Se ka punuar shkëlqyshëm, ka luftuar kundër korrupsionit, kur pikërisht paaftësia dhe korrupsioni qeveritar ka bërë të mundur që në Shqipëri 50% e bizneset janë informale.